Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Vatikan që prej pasdites të së mërkurës. Kreu i qeverisë ka mbërritur këtë të enjte në Pallatin Apostolik të Vatikanit, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Linda Rama, ndërsa janë pritur me nderime nga prefekti i shtëpisë papnore dhe zotërinë të shenjtërisë së tij. Gjithashtu, kryeministri vizitoi të martën edhe bazilikën e shenjtë të Zojës së Këshillit të Mirë. Ai u ndal dhe bëri edhe një lutje kushtuar Shqipërisë dhe shqiptarëve. O Mari, në ëmbël e Këshillit të Mirë, ka që dashën për vijë të Shqipërisë në atë dhe jashtë atëut. Sot, vim të ti, edhe një herë, të besojnë popullin tonë, familjen tona, rinin tonë. Ti, që je Zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgjë e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriqo mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen. Gjatë ditës, kreu i qeverisë Edi Rama do të vizitojë edhe vendvarrimin e Papa Franceskut në Bazilikën Santa Maria Maggiore, ndërsa pjesë e kësaj vizite do të jenë edhe disa takime të tjera, mes të cilave takimi me kardinalin Pietro Parolini, sekretar shteti i Vatikanit.